Kandidati për deputet i Partisë Demokratike për qarkun Shkodër, Arben Lushaj, u prezantua në një takim në qytetin e Shkodrës në mjediset e Kinema Republika. Lushaj në këtë takim entuziast përballë qytetarëve dhe mbështetësve të tij demokrat, akuzoi kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci për keqçeverisje. Edi Rama është një klik, është një fatkeqësi për këtë kom. Kena edhe një Benet Beci në Shkodër, që qohet në mjes dhe të shkojnë në doganën e Mauriçanit apo në doganën e Hanit Hodit, edhe të shikojnë aty me kilometra trafik qytetarët e Shkodrës, shkojnë për të fitu bukën e gojës në malin e zi, kur kthehen Ram banda, bashkë me Benet Bandën i regjistrojnë si turistar. Kjo është fatkeqësi. Dhe kam marrë 100 milion euro për këta 2 vite për me investu për Shkodrën. Po kjo është një rranë. Këto vetëm rranë, të është 12 vjetë, këto vetëm mashtrojnë. Këta shkatrunin këtë popull, këta shpopullunin këtë vend. Kjo fatkeqësi kombëtare. Me kryeministrin Edi Ramën edhe me Beneten. Patronazhistat tuaj Benet, nuk më tremin mu. Unë nuk i tremem kujt, veç Zotit. Këto 100 milion euro te Edvin Krestaç Hajdutit bashkë me Beneten, kry Hajdutin, kry banditin që vjalli Bashkinë e Shkodrës, që e grabiti Bashkinë e Shkodrës. Benet, ashtu si që ardhë me hajni, me pislek, me banda, nga Bashkia e Shkodrës shumë shpejt do të largosh me prana. Lushaj, që vjen pas një eksperiencë të gjatë si drejtues në strukturat e Partisë Demokratike dhe administratën shtetërore, tha se vetmja zgjidhje që shkodranët dhe shqiptarët kanë në 11 maj është Partia Demokratike. Pse mos ta vajtojmë Partinë Demokratike? Pse mos të dalim derë më derë, për të vetëm shpëtim të këtij komit? Pensionet rriten, rrogat rriten, çmimi i energjisë ulet, çmimi i karburantit ulet. Janë shumë faktor në program ku 100 ditë e para të qeverisjes me kryeministër zotin Berisha, të gjitha do të realizohen dhe do të bëhen fakt. Zoti ju bekoft, fitore. Arben Lushaj, i njohur për afërmitetin dhe shërbimin e tij ndaj qytetarëve për vite me radhë, është një prej emrave kryesor që pritet të votohet masivisht në listën e hapur të Partisë Demokratike për Shkodrën. Vot e cila pritet që në zgjedhjet e 11 majit ta çojë në parlament si deputet i ardhshëm.